statistika që jep Banka e Shqipërisë, sepse Banka e Shqipërisë i harton statistikat e bilancit pagesave, janë në tërësinë e tyre, por normalisht vetë industria dhe operatorët turistik kanë njohje më të plota, meqense ata, si thua, janë përdit në këtë lloj biznesi, por duke qartazit që kryesisht strukturat e akomodimit e kanë rolin më të madh, ndoshta më pak në sektorët e tjerë, siç janë do të thënë turizmi kulturor, fjala vjen, apo aktivitetet tjera sportive etj etj. Kështu që ndoshta për momentin fokusi kryesor i turizmit nga pikpamja e burimit të ardhurave janë qoftë akomodimi, pa diskutim dhe kulinaria. Këto janë edhe dy shërbimet kryesore që i kontribuojnë thesit të madh të ardhurave që siguron ekonomia nga ky aktivitet. Është gati më shumë se 10% e GDP-s, çka e bën, siç thash, edhe më të rëndësishëm se eksporti i madrave. Faktikisht eksporti i madrave ka patur një rënje gjatë viteve të fundit edhe për shkak të fuqizimit të monedhës tonë kombëtare dhe zhvlerësimit drastik të euros. Dhe ky efekt negativ mendoj që është kompensuar më shumë nga rritja e të ardhura nga sektori i shërbimeve.